Pas vrasjes së nënës së dy fëmijëve, 43-vjeçaria Violeta Mehmeti nga Ballçi, policia ka vënë në prang autorin e dyshuar të krimit dhe dy bashkëpunëtorët e tij. Aleksandër Doko, 19 vjeç, dyshohet si personi i cili ka ideuar krimin. Kjo pasi nuk ka mundur të realizojë një lidhje dashurie me vajzën e viktimës. Burime nga prokuroria e Fierit thanë se 19-vjeçari nga Selenica e Vlorës, nxënës në shkollën elektrike, kishte 3 muaj që tentonte të lidhej me vajzën e familjes Mehmeti, dhe ajo nxënëse dhe konviktore në Fier, por në shkollën e pikturës. Por refuzimi nga ana e adoleshentes me 19-vjeçarin Doko ka bërë qeveriu t'i dërgojë një letër kërcënuese. U shprehej se nëse nuk do takohej me të, ai do t'i bënte keq. Burime nga prokuroria shtojnë se djali 19 vjeçar ishte e pasunuar pas krijimit të armëve artizanale, kryesisht bombave dhe granatave. Një të tillë ai përgatiti edhe për familjen e vajzës, nga Ballçi, e cila refuzoi të lidhej me të. Në bashkëpunim me dy të rinj të tjerë, Giuliano Lama dhe Eriton Lama nga Ballçi, Doko ka vendosur granatën në derën e shtëpisë, duke shkaktuar vdekjen nënës së vajzës. Mbi 19-vjeçarin rëndon akuzë e vrasjes me paramendim dhe armbajtje pa leje, ndërsa dy të tjerët akuzohen për bashkëpunim në krim. Gjatë kontrollit në banesën e Aleksandër Dokos u gjetën dhe prova që kanë lidhje me ngjarjen si dhe 2300 fishek.